Qytetarët po vazhdojnë të paguajnë një çmim jo të lirë për naftën. Ekonomistët e vendit thonë se heqja e akcizës do të ishte zgjidhje për një kohë deri të lirohet çmimi i këtij derivati, por pushteti thotë se nafta nuk lirohet edhe nëse hiqet akciza. Ndërkohë ministra Rozeta Hajdari pohon se janë duke shqyrtuar rritjen e çmimit, por jo dhe heqjen e akcizës. Pas një ulje të lehtë kosovarët po paguajnë €1.73 për një litër naftë. Për të ndryshuar kjo është propozuar heqja e akcizës nga ana e qeverisë. Me këtë propozim po pajtohen ekonomistët. Heqja e akcizës apo ulja e akcizës në këtë periudhë është e nevojshme, për arsye se çmimi i naftës ka shkuar shumë lart, unë se e pash në €1.74. Kështu që nëse heqet akciza për 35 cent, nëse do të ketë ndaj lirin në të vështirë, mundet me mbrit çmimi deri 1.4.